Përshëndetje të nderuar. Sot do të mundohem të bëj një analizë në lidhje me parapaskenat e vizitës së Ahmed al-Shara, liderit sirian në Washington. Herëherë do të mundohem të lexoj imazhe dhe pamje që u panë gjatë atij takimi, por kryesisht do të përqendrohem në gjithë atë që i ka parapri deri më tani kësaj vizite, pra parapaskenat dhe çfarë u bë, çka ndodhi që Ahmed al-Shara, dikur i shpallur terrorist dhe për të cilin ishin ofruar miliona dollar, nëse dikush e zë të gjallë apo lajmëron vetë ndodhjen e tij. Si u bë që një krye terrorist i kaluar të pritet në mënyrën siç u prit në shtëpinë e bardhë. Dhe për ta kuptuar edhe më mirë këtë ngjarje në Washington, më lejoni ta bëj një farë shtrirje të ndodhive, shkaqeve të cilat e kanë prue punën deri këto ku Siria po tregohet edhe njëherë se është epicendra apo porta e paqes dhe luftës, rrjedhimisht të interesave më të ndjeshme amerikane, jo vetëm në mesin e arabëve, në lindjet e mesme, por që shtrihen deri në kufijt e Kinës, deri në Kinë e përtej. Donald Trump i thot starmerit të Britanisë dhe Mercit të Gjermanisë, por edhe të gjithë liderëve të tjerë evropian, përjashtuar Orbanit të Hungarisë, se jo nuk keni punë me Turqinë. Jo, as nuk keni kaçik, as nuk është koha e as nuk keni fuqi të ballafaqoheni me Turqinë. Rrini ort, sepse e dini që lëkura e ariut polar dhe e ujkut polar, do me thonë e Rusisë, qëndron mbi kokat tuaja. Ju thot se evropianve, Turqinë ma lini mua sepse Turqia na nevojitet shumë. Hiq më pak se sa na është nevojitur dikur midis viteve 1950-1953, saksisht në kohën e luftës së madhe të Koresë. Me këto fjalë dua të them se janë duke u përgatitur ngjarje shumë të mëdha, të cilave u kanë parapri ngjarje gjithashtu të mëdha. Në pyetje miq të respektuar, nuk është as Siria e as vetëm në lindje e mesme. Në pyetje është Kina, sidomos Kina, është Rusia, është Irani dhe natyrisht Izraeli dhe Palestina. Siç thash, Siria po tregohet se është epicendra e ngjarjeve të mëdha, nga ku reflektohet paqja dhe lufta, dhe ku pikërisht aty ku ndërthuren shumë ngusht interesat afatshkurtra, afatmesme dhe afatgjata të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Siria po shihet se pas kësqen dhe është, sikur edhe do të jetë në të ardhmen, vendi mbi të cilën krijohen baraspeshat e reja të marrëdhënieve ndërkombëtare. Në përgjithësi, të marrëdhënieve të perëndimit dhe lindjes aziatike, më ngushtë e më sakt dhe në mënyrë të veçantë midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës me Kinën, e në mesin e tyre roli i vendeve muslimane me theks të posaçëm të vendeve arabe të lindjes së mesme. Që ta dini në start, frika më e madhe e shëbave sot, si superfuqia e vetme e botës dhe e perëndimit si tërsi, nuk është Kina si Kinë, si një fuqi
që është në ngritje e sipër, por është aleanca e mundshme midis botës islame dhe Kinës. Ajo që e frikon dhe e shqetëson, e me të drejtë e bën të shqetësohet Amerikën, është aleanca e mundshme, e cila veç ka filluar të mbi midis vendeve muslimane me theks të posaçëm, midis vendeve arabe të pasura me çdo gjë dhe Kinës. Këtë çështje e përmend edhe Samuel Huntingtoni në vitin 1996, atëherë kur e boton librin e tij të njohur Përplasja e qytetërimeve. Në atë libër, Huntingtoni thot se sfida më e madhe e botës perëndimore tani e tutje do të jetë krijesa, të cilën ai e quan boshti Konfucio islamik. E përsëris që ta dini, në vitin 1996, Samuel Huntington e shkruan librin e tij Përplasja e qytetërimeve, mendoj se shumica nga ju e keni dëgjuar, e mbase edhe lexuar, dhe në atë libër e përmend termin boshti Konfucio islamik, për të cilën thot se është sfida më e madhe me të cilën në të ardhmen do të ballafaqohet bota perëndimore. Pas këtij boshti Konfucio islamik, vije libri tjetër Fundi i historisë i Francisco Fukuyamës, ku bazuar në këto të dhëna që i përmend edhe Huntingtoni dhe ato gjetjet e tij si një shkencëtar i vërtet, thot se ky raport i ri i botës muslimane edhe asaj arabe me Kinën është fundi i historisë. Jo fundi i historisë në atë kuptimin e kataklizmës, se po vije dita e kiametit, por fundi i historisë të cilën jemi duke e jetuar deri më tani. Parashe, si i pari, si i dyti, si Francisco Fukuyama, si Samuel Huntingtoni, se luftat e ardhshme, apo betejat e ardhshme, të them më but, sfidat e ardhshme të botës do të jenë mbi bazën e qytetërimeve, mbi bazën e luftës së kulturave mes vete. Ndërsa kulturat e mëdha në kuptim qytetërimi dhe qytetërimet i krijojnë vetëm fetë. Ani pse e kundërshtojnë disa këtë qasje të Fukuyamës edhe të Huntingtonit, duke tentuar që ta hjekin rolin e fesë nga proceset e mëdha historike, unë besoj bindshëm, mbase e kam thënën më shumë se një herë, se qytetërimet i krijojnë popujt vetëm mbi baza kulturore dhe fetare. Aty ku feja nuk përmendet, ku nuk ka rol, aty nuk mund të krijohet qytetërim. Prandaj miq, nuk ka qenë e rastësishme se pas shpërbërjes së Bashkimit Sovjetik e tërë fuqia e perëndimit, në veçanti e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, përqendrohet mbi lindjen e mesme dhe mbase mbi vendet muslimane. Përse? Përse kjo luftë me prapaskena të cilat nuk shihen me syrin e rëndëmt. Unë jam të e spjegue vizitën e Ahmed Eshera në Washington. Nuk dua ta harxoj një orë, e juve t'jam marrë një orë këto me fol i tha si tha hini dol me ato sene, më thëmë pralla, le të miren të tjeret. Mua më intereson çfarë ka para pa qësoj vizite, pas në prapasken të qësoj vizite, dhe çka i ka parapri një ngjarjeje e
pabesueshme se mund të ndodhë deri dje. Por që ndodhi. Ahmed Esher kom kryq në shtëpin e bardhë. Bile. Një imazh, një pamje e çuditshme në kom, se dia e keni pa, Donald Trump e merr një parfym edhe e i qet në qafë, në vesh vetvetes, pastaj ja bën këtë nder edhe Ahmed Eshera. Pamje të apet po them të pabesueshme, por që janë realitet i botës së tanishme. Prandaj në statusin tim aty thash se jemi të jetue në një botë të pakuptueshme dhe mas mirë të kalojnë ata të cilët nuk i njohin këto konstelacione në kuptim të mundimit të gjetjes së rrënjeve dhe degëzimeve të tyre në marrëdhëniet ndërkombëtare. Prandaj, të nderuar, Shëbat e din shumë mirë se Kina nuk mund të heqë dorë kur, së paku edhe një 50 vjet, nga burimet energjetike të cilat i kanë në dispozicion vendet arabe. Megjithëse që Shëbat dal nga dal janë duke hiq dorë nga këto burime energjetike. Pozicionin strategjik po e ruajnë, është prezent me baza, me 10 baza ushtarake në lindjen e mesme, Shëbaja, megjithatë, për shkak edhe se ka ymyt të madh në Kanadan, në Venezuelën, në Nigerien, ja kum shpjegue problemin e Nigerisë edhe Sudanit, pra Shëbat janë duke siguruar burime rezerv, bile rezerv e kam quajtur edhe kur kam folë për Sudanin, naftën e Nigerisë. Për këtë arsye Donald Trump është i fokusuar më së shumti në Afrikë, në Nigeri. Ani pse thetaj në mbrojtjet të krishterëve që po persekutohen nga muslimanët, po a Trumpit i ka dalë rani me mbrojt krishterët e Nigerisa, kryesorja, duke pas ymyt në Kanada, Venezuelë, Nigeri, pastaj këndej në Azerbejxhan që i lidhen ato marrëveshjet Armenia me Azerbejxhanin dhe kam thënë se Shëbaja dhe Izraeli janë ullër kom kryq në Baku të Afganistan, këty Azerbejxhanit. Shëbaja disi është duke dhënë shenja të një tërheqje strategjike nga nafta dhe burimet energjetike të arabëve. Prej arabëve po lyp veç pare. Ami 2 trilion, ami 1 trilion, ami 5 trilion, ami 600 miliard, ndeshe me javë sigurue une sigurin e juj, shtetnore, e udhëhece, e mbretërore, e bakraqa të tjerë. Pare, anom. Tash, Shëbaja e di se Kina nuk mund të heqë dorë nga qëto, nuk e ka infrastrukturën, filozofin, të kaluarën historike, nuk e ka Kina që të ketë një qëndrim në raport me arabët dhe lindje dhe mesme si që e ka Shëbaja. Kina, gjithashtu, Shëbaja e di se Kina ka ta quaj kështu zgjatime toksore me vendet muslimane. Dhe se Kines i nevojitën rrugët detare, grykat, pastaj kanalet detare të cilat janë në pronësi apo pjesë e vendeve muslimane e disa edhe vetëm të vendeve arabe. Përse i dohen Kines, e kuptoni, pa hubën ko me shpjegu këto, vetëm një fjali, sepse Kina është eksportuesja më e madhe në botë tani, e qindra e mira produkteve, pa të cilet bota nuk do t'ishte kjo që është. Së fundmi edhe me mineralet e ralla për të cilat kemi folë. Për këtë arsye, qasja e Kinës në lindjen e mesme dhe në vendet muslimane ka kuptim jetik
për ekonomin dhe për të ardhmen e saj. SHBA-ja ka një qëndrim tjetër. SHBA gjithashtu e din si Zotin një se është andër e vendeve arabe që të lidhen me Kinën, jo pse duan një zotëri tjetër të ri mbi kokat e tyre, por edhe për shkak të interesave bilaterale, arabo-islamo-kineze, por më kryesorja, mbajini mend, më kryesorja është se vendet arabe sidomos dëshirojnë, këto e di SHBA-ja, po e lexoj atë dijen e SHBA-ve, e Washingtonit, e Trumpit. SHBA-ja e di se qëto vende arabe si të tilla dëshirojnë të lirohen nga litari i botës perëndimore. Në fakt, jo vetëm vendet arabe, të cilat dëshirojnë të lirohen nga ky litar, por edhe vendet muslimane, apo të them me këtë termin profesional, në marrëdhënie ndërkombëtare, Azia Islamike, shtetet muslimane që janë në Azi. Për shembull, e shohim Pakistani ka nënshkruar marrëveshje dhe e ka një afrim të papar deri më tani me Kinën deri në përmasa të raporteve edhe strategjike. Në rast të sulmit mbi Pakistanin, në bazë të marrëveshjeve, raporteve dhe interesave, Kina së paku moralisht detyrohet që ta ndihmoj Pakistanin. Dhe ju e dini çka i boni Pakistani. 150-60 milion banora sa i ka, Indian afër 2 miliard banor me ushtrien e 3 e 4 në botë e gjumhazi dhe e prunin New Delhin deri në atë pikë sa të kërkoj ndërhyrjen e SHBA-ve për ta stopue Pakistanin se këtu e bërë rafsh me tokë me raketa. Ato raketa të cilat i ka përdor Pakistani janë raketa dhe aeroplan kinez, ndërsa dronët të cilat i ka përdor dhe vetëm me një vend ja bombardoi 29 aeroplan ushtarak Indijes me dronët të cilat ja ka dhuruar Turqia. Përveç Afganistanit, Pakistanit miq, shihet se edhe Afganistani, Azia Islamike, është duke u lidhur ditë e më shumë me Kinën. Në përmes rrugës së Mandafshit, gjithashtu edhe vendet islame, turke të Azis qendrore. Kina si oktapodi i ka lëshue ato kamta, a durta, çka i ka oktapodi, dhe këto vende islame dal nga dal është duke i marrë nën kontroll. Përveç kësaj pjesës këndej, deri në lindjen e mesme, vendet muslimane edhe të arkipelagut Malaj, apo të Azis juglindore janë afruar e kanë lidhë kumari me Kinën deri në përmasa edhe të mbrojtje strategjike si me Pakistanin. Indonezia, Malezia, Singapori, Bruneji e kështu me radhë. Pse po i përmendi këto të nderuar, të dashur miq e dashamir, për të ardhur vizita e Sharrës atje. E para se ta shpjegoj vizitën e Ahmet Sharr, dua të bëj pyetjen. Po Turqia, Republika e Turqisë, e udhëhequr nga presidenti Recep Tayyip Erdogan, të cilën Trumpi e lavdroi sërish deri sa ishte Ahmet Sharr në shtëpinë e bardhë. Imagjinoni, pa qenë ky Erdogan aty, Trumpi jalshoi edhe një 3-4 fjali poetike se
po i thët Ahmed Eshar, po mos të ishte Turqia, roli i saj dhe insistimi baravorës, aftësia superiore e Erdoganit, ti, o Ahmed Eshar, dhe vendi yt nuk do të kishit pasur mundësi që të vini deri në këtë ditë. Do të thonë, ti ish terrorist, 10 milion dolari kemi fol me të zanë ty e dikun, kur s'kishe me pas fatin me ardhen e me pije qaj e mu parfumos në zyrat e shtëpisë së bardhë. Turqia pra, ku është në kejt këto që po e flasë deri më tani e që do të foli pak më poshtë, Turqia pra është vendi që i ruan bile edhe i krijan baraspeshat shumë të rëndësishme, të shëbave dhe krijan balancat të tjera, të cilat Kina po mundohet të ribëj në dëm të Perëndimet dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Turqia tani, a thash në hyrjet e videos, ma lani mu Turqien, jo Evropa Musumini, s'keni ka që kjo, mu balafaqu me Turqien, ju ka ik pej dorës ma. Sësht ma në fuqien tuaj që të, po shkoni në Ankare, në nshkrunja letrat aty, jepme që ato shka ashtu i kërkue Eurofajterat e motorat e tankeve, se Turqia i boni vetë, tankën serinë e partë të tankeve Altaj, që është konkurentja kryesore e tankeve Leopard të Gjermanisë. Një grosh shumë i fort ekonomisë gjermane. Zati ekonomia në Evropë është në rënje e sipër krahasuar me vendet e tjera që janë në ngritje e sipër. Nejse, Turqia pra, ma leni mu Turqien, siç ka qenë për neve Turqia në luftën e madhe të Koresë. Dashamir, unë shpesh e kum përmen këtë luftën e Koresë. Mos kujtoni se veç hajt qashtu. Hini, se s'po kom mundësi me boe për çdo ngjarje të rëndësishme për me e kuptue se çfarë po ndodh në botë dhe çka ka ndodhur në botë, a unë jam betuar, juve jam kum dhënë fjalen se me kalimin e kohës dal nga dal që to konstelacione geopolitike të marrëdhënieve ndërkombëtare me avçit përmi tavolin. Pardje një digresion. Pardje po më thet një miki imi i Ferizajt. Dolum me pi kafe një 3-4 vjet aty, edhe po më thet Mustaf, kemi qenë bashk në medrese, bashk në studime, bashk në Dubaje, e kam shok për zemër. Po edhe atë shokun tjetër të Vitijes. Po më thet Mustaf, po du me ta pranu një, po thet një dredhi që jam të ta bohe mas shpine. Hebre, qka është ajo? Ta jo tha nuk është dredhi, tha ti e di tha se në mesin tonë nuk ka gjana tila, po tha, sa lexoj libra e këshyri atje, Wikipedie, kne ka tha e kum gjetë mënyrën më të mirë me kuptu se çfarë është të ndodhur në Turqi, në lindjet e mesme, që besa në Ballkan, në Evropë, në Amerikë, sidomos, kur po shkoj të shtëpia, çajin a kafën, po dal në balkon, cigaren edhe jepi duhanin, edhe po ingoj me përkushtim videot e tua. Sa hargjoj ko sikur ti, me ditë të tëra e me javë, me i pregaditën videot, unë po t'i marrë të gatshme, e Zoti të nderov dhe të shpërbleft, ishin fjalët e tij të fundit. Deshta të them me këtë, edhe me i përshëndet ata dy shok, edhe me ju thonë se ju kam premtu që konstelacionet, raportet, problemet, ndërthurjet, prapaskenat e marrëdhënieve ndërkombëtare dal nga dal kom e avqiten mbi tavolin me izën e Allahut të Madhërisht. Sidomos me ciklin e atyre ligjeratave që dy kam majten, e tretën frik kom e boe, raportet
e përgjithshme në botë. Me njanë me këshyren si tërsi, me njanë si detaje, sikur që është kjo e saqmja. Turqia, çfarë roli ka këtu? Dhe Turqia çfarë pas ka pas në luftën e Koreas? Që ju thash, s'po muj me i spjegu kejt, këshërni që të terme, hinin në informacionet tash, mashallah, në internet, në Google, në gjithandej, let pekije. Shishane çfarë roli të pa imagjinueshëm ka pas Turqia për botën perëndimore, për Amerikën në Kore. Andaj Amerika si harron ato. Historia është një prej bazave kryesore. Interesi është i pari, por historia, raportet historike janë, është boshti i dytë, temeli i dytë, mbi të cilën krijohen, ruhen, vazhdohen raportet midis kombeve, midis popujve, midis shteteve. Historia i ruan ato. I ka rujt edhe kontributet e Turqisë në Kore, në luftën e Koreas. A dini jo se 5.000 ushtar Turqia ja dhuron në tabak Amerikës, dhe thet këta janë të gatshëm me dhanë kontributin, më thëmë me vdek për juve, me dhanë kontributin tuaj. E shka u kon problemi i Koreas? U kon socializmi, komunizmi, u kon problemi i Vietnamit, masanej, Kennedy, i tjetri, sen. Pra, Turqia ka luajtur një rol, tash po them, baras peshus, i perëndimit për ta ruajt Evropën dhe lindjen e mesme, sidomos në të cilën po shihet tani se çfarë po bën Amerika dhe bota perëndimore për lindjen e mesme, qysh për liderin e Siris hapën dyert e shtëpisë së bardhë, Ahmed Esher, edhe për Gulanin e dikurshëm, përveç që ka qenë pararoj për mos depërtimin e komunizmit në lindjen e mesme, në ujrat e nxehtë, si quhet në shkencat politike, kjo Turqia jep ushtar, numri më i madh i atyre 5.000 kanë vdek ose janë kthye pa dure pa kam të plagosur, invalid të përjetshëm, për ta ndihmue frymën perëndimore në parandalimin e depërtimit të bashkimit sovjetik të atëhershëm në arkipelagun Malaj atje, në Kore, në Japoni, ka që ushtar për me vdek atje vllavi jem. Pra, që kjo Turqi tani është duke e luajtur rolin e baraspeshës, njëjtë sikur përgjatë kohës së luftës së Koreas dhe njëjtë më pastaj si përgjatë kohës në Evropë, në Bashkimin Sovjetik, Turqia deri në vitin 1974, ku pas invazionit apo marrjes nën mbrojtje të Çipros, të turqëve Çipriot, bota perëndimore fillojnë të ftohen nga Turqia, sepse nuk i ngon, sepse SBA-ja dhe vendet perëndimore, Britania sidomos, nuk brengoseshin fare për masakrat mbi muslimanët turq në Çipro. Grekët Çipriot të nxitur nga Makariosi dhe nga Greqia kishin vendosur që ta pastrojnë ishullin e Çipros nga muslimanët, nga turqit. Vend në të cilën muslimanët turqit, tash po flas për turqit, kanë jetuar 512 vjet, ndërsa muslimanët që nga koha e menjëherë pas kohës së sahabëve. Greqia merr iniciativë për pastrimin e atyhit, siç e ka pastruar Selanikën dhe tokat tjera shqiptare në Greqi. I ka dëbu dhe i ka vra shqiptarët. Turqia nuk mundet me e dëru këtë, hy aty, prishet me perëndimin, po manin valla mua. Unë e kam me imbrojtë të mit, edhe e banat hapin historik, Bülent Eceviti dhe gjithë inteligjenca, njerëzit, qytetarët, politika e Turqisë. Tash, miq,
në hijen e qëtyre ngjarjeve, minutat në vazhdim do ta shpjegoj. A mendoj se tani e keni më të qartë çfarë ndodhi në Washington? Si u bo ajo përgatitje? Pardje miq, presidenti sirian Ahmed el-Shara në arabisht e zhvillon një takim me presidentin e Shebave në shtëpinë e bardhë që zgjat afër 2 orë. Imagjinoni, ja? Fotografit, lëvizjet, imazhet në përgjithësi ishin historike në plot kuptimin e fjalës. Nuk po them veç unë historike. Shtëpia e bardhë e priti dikë që SBA-ja e kishte shpallur për terrorist dhe kishin vendosur një shpërblim, më duket $10 milion, për këdo që e tregon vetë ndodhjen e tij, apo ndash zoti edhe me zon gjallë edhe me ja dorëzua shebave për me quhe në Guantanamo. Nga pranimi i Sharas aty, e deri në këto momente që po flas, ende saksisht nuk dihet se çfarë është nënshkruar dhe çfarë është thënë, por bazuar në mediat kredibile, të cilat e kanë përcjell këtë ngjarje dhe bazuar në deklaratat e vazhdueshme të Tom Barakut, ambasadorit amerikan në Ankara, e që është në të njëjtën kohë edhe i deleguari special i Donald Trump për Sirin, mund të them atë që unë deri më tani kam kuptuar. Pyetja e parë: pse Ahmed el-Shara nuk hyri ka porta kryesore e White House-it, por ka hyrë nëpërmes një dere përmas para në sy? Sepse tregon që edhe brenda shtëpisë së bardhë ka mosmarrveshje të nxehta, të ashpërta, deri në prishje dhe shkarkime midis grupës e cila nuk dëshiron që të rregullohen raportet e Amerikës me Sirin, sepse e shikojnë vetëm interesin e Izraelit, pra ajo fryma cioniste brenda shtëpisë së bardhë, dhe në anën tjetër mosmarrveshja e këtyre me frymën e vet Donald Trumpit, i cili është ai i cili e ka promovue MAGA-n, e ka promovue sërish Amerika e Madhe, dhe i cili në fushatën parazgjedhore ka thënë se fillimisht interesat amerikane, pastaj të tjerëve. Shumë kushi, po edhe unë në një video kam thënë se ishte një fillim i një plasaritje, ta quaj kushtimisht, midis lobit të dhe fuqisë Donald Trump dhe lobit cionist në Shtetet e Bashkuara Arabe, lobit hebrej, më mirë të them. Pra, mosmarrveshjet aty e prodhojnë, e imponojnë që Ahmed el-Shara të pritet nga mbrapa. Megjithatë, me insistim, Donald Trump thot, unë dua që ta kam këto në ball, Ahmed el-Shara. Kjo ngjarje, cila shkuarja e Ahmed el-Shara në shtëpinë e bardhë, pa dyshim se është një prej zhvillimeve më të rëndësishme dhe më pozitive për Turqinë në këto kohët e fundit. Përse? Sepse Turqia e sheh dhe e mbështet administratën e re siriane si një aleate e ngushtë, për të cilën ka dhënë edhe ushtar, edhe miliarda, dhe për të cilën është në gjendje me hy në luftë frontale me Izraelin dhe vetëm që ta mban nën kontroll Sirin. Këtë çështje e din natyrisht
edhe Donald Trump. Legitimiteti ndërkombëtar dhe forcimi i administratës së Damaskut në Ankara pritet me duar për pje drejtuar ka qiellit të i thënë Zotit Allaha shukër. Elhamdulillah, sepse Siria për Turqin tani për tani është si kur Izraeli për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Siria për Turqin është balkoni nga ku e vëzhgon, e vështron, e ndihmon, shtrihet drejt lindjes së mesme. Tjetra që ndërlidhe shumë interesante me këtë rast është prania e ministrit të jashtëm Hakan Fidan në shtëpinë e bardhë, kur në të njëjtën ditë, në të njëjtën orë, në të njëjtët qaste, kur Donald Trump me Ahmed Esher po bisedonin në një zyre në aton, kënej Hakan Fidani me Marco Rubio. Çfarë lexojmë nga që kjo? Lexojmë se Turqia është një nga shefat, jo shef në kuptim udhëheqës, shefat e kuzhinës. Ata shka bojnë ushqim, shka e kontrollojnë aty. Një nga shefat kryesor të kuzhinës në kohën kur po gatuhej e ardhmja e Siris, e ardhmja e kurdve aty, e ardhmja e Turqis në Gaza dhe e ardhmja e dhimshme për Kinën në lindjen e mesme. Prandaj, pa hezitu hiq, Tom Barak, pas takimeve që zhvillohen aty ai vetë vje pe Ankaras dhe ka marrë pjesë me midis dy liderve, Sirian dhe Amerikan, thot se ishte një takim historik. E para, për shkak se Turqia deri më tani ishte problemi kryesor i shebave në lindjen e mesme, e nga tani u shndrua si vendi më i rëndësishëm për quarjen përpara dhe shtirjen në dorë të interesave amerikane në lindjen e mesme. Pra një ngjarje e madhe. Në këtë kohë pra, Hakan Fidan i Turqis është aty. Dhe çka e bën edhe ma interesante, ma signifikante, që e qartëson edhe ma shumë momentin është se pas takimeve që i bojnë, ky me këta, me njerë pas kësaj një takim disa orësh tripalësh midis ministrit të jashtëm të Turqis, të Siris dhe ati Amerikan. Qëllimi ishte të ndiqej marrëveshja e arritur midis dy presidentëve dhe të krijoheshin mekanizma të qartë të zbatimit të marrëveshjeve të nënshkruara deri më tani, thuhen në deklaratën e zëdhënëses së Shtëpisë së Bardhë. Një moment tjetër që vlen të përmendet, ajo, teksa po i shpjegoj këto, jo natyrisht e keni mbi qiellin tuaj ato ngjarjet, konstelacionet që janë duke u krijuar në marrëdhënie ndërkombëtare, jo Kina, jo Rusia, jo Iran, ja? Në hijen e çatyne mundohuni t'i kuptoni këto çka po i shpjegoj. Trump është duke e ndjek një politik të ndërtimit të së ardhmës së Siris vetëm dhe vetëm përmes bashkëpunimit me Turqinë. Në një mënyrë apo tjetrën e ka shkruar në ato dokumentet e veta, Trumpi e ka shkruar
emnin e Siris ngjitur me emrin e Turqis. Andaj, një ditë përpara, këto nuk e gjeni fort në media ndoshta, Donald Trump ju thot njerëzve të vetë në shtëpinë e bardhë, administratës e tij, mos krijoni konflikte me Turqinë në Siri. Mos qitni punë me Turqien në Siri, sepse siç i është thënë liderëve të Evropës, ju them edhe juve këtu, se Turqia ka një rëndësi të madhe për interesat dhe të ardhmen amerikane, jo vetëm në lindjen e mesme. Bazuar në këtë, Trump nuk priton, si që përmena pak përpara, kur thot tekstualisht, Erdoani është një udhëheqës i shkëlqyer dhe mbështet fuqimisht atë që po ndodh në Siri dhe atë që është interes i joni i përbashkët. Çka ndodhi pas kësaj? A u gëzun krejt shteteta? A thash pak përpara, Kina, Rusia, Irani, Izraeli, Palestina, kjo pesqja, që ndërthurët shumë janë nyje, një nyje këtu, një këtu, në atë zingjirin apo në atë litarin që i lidh dy pole, Ankaran dhe Washingtonin zyrtar. Qëto nyje janë midis. Çka u bohe? A kënë të knashura, apo të hidhëruara qëto pesqe, qëto pes shtete? Do po do jo. Por më i ashpri kundër këtij afrimi të Siris me Turqin tregohet Izraeli. Tregohet Izraeli sidomos kur merr vesh Benjamin Netanyahu se në takim aty është silë si në shtëpinë e babës vet edhe Hakan Fidani. Ka marrë pjesë në takimin tre palësh Marco Rubio i Siris edhe ky i Turqisë. Se Turqies po i ipët një mundësi edhe më madhe për te imagjinatës izraelite në Siri, dhe kjo është një grosht i fort që po e shemb, inshallah përjetësisht, atë ëndrrën e rrejshme izraelite se Izraeli i ardhshëm do të jetë deri atje ku Zoti i ka përcaktuar kufit dhe e ka premtuar atë që quhet Ardul Maw'ud, tokë e premtuar e Izraelit, për Izraelin nga Zoti i Madhreshëm, sipas gënjeshtrave dhe mashtrimeve nga Tel Avivi. Fuqizimi i Turqisë në Siri është grosht që e godet rënd këtë ëndër, këtë shpresë dhe këtë tragjedi, për shkak të cilës janë duke u bë lufta e në të cilat po vriten me qindra e qindra mi arab dhe musliman. Një ndër pikat, miq, një ndër pikat tjera të rëndësishme që ndërlidhen tani edhe me Izraelin është problemi i Gazës. Turqia, Egjipti, Katari dhe Amerika janë 4 vendet nënshkruese të marrëveshjes së Sharm el-Sheikhut. Egjipti, Turqia, Katari dhe SBA. Kanë marrë pjesë shumë lider në atë takim të Sharm el-Sheikhut, po nënshkruajnë vetëm këto shtete. Natyrisht, edhe nga perceptimi i jashtëm, edhe nga njohja e rrethanave, e përcjellja e ngjarjeve, Turqia konsiderohet vendi më aleat i palestinezëve të Gazës, për shkak se Turqia konsiderohet aleat edhe i Hamasit, sidomos i Hamasit. Lideri i Turqisë, Erdogan, Moskovti vetmi, është ndër të rrallët e vendeve në botë
që nuk e ka quajtur, nuk ka pranu ta quan Hamasin organizat terroriste. Edhe ma heret pa fillu lufta e Gazës, e 7 tetorit 2023, është pyetur Erdogan edhe atëherë, si para do dite, si sot këtë Hamasin e konsideron organizat çlirimtare, rezistencë çlirimtare. Bile me këtë emërtim e me këtë afrim të Turqisë të Erdoganit me Hamasin, ky afrim ka shkaktuar edhe probleme jo të vogla edhe brenda politikës turke. GHP-ja që ti Özelita, që po themnin tash, e Kılıçdaroğlu, e Ataturkut, organizatën e Hamasit e kanë shpall, e njohin si terroriste, që ky Ahmet i Istanbullit që është në burg, Imamoglu, Ekrem Imamoglu. Raportet e tij me lëvizje kurde, vizi, e që besa edhe me dështeteve tjera, po nuk është tema këtu me i shpjegu ato, krejt në favor të politikave izraelite, si në rajon, si interesat e tyre brenda Turqisë, që kishte shkuar puna deri atje, deri të shembja e rendit kushtetues dhe shkatërrimi definitiv i Turqisë. Prandaj, për në qënë fillim kum pas thonë se kjo puna e 1.2 miliard dollarëve që i kish vjedhë, se ma për këta s'ka kurfar dileme. 1.2 miliard dollar janë keq përdor nga Ekrem Imamoglu dhe grupi kriminal. Që atëhere, ata të cilët më kam përsjell në për video, në për shkrime e din, kam thonë se me që këtë Turkia u qunë kam, me mite, me prokurorie, gjyqësie, policie, shtete, qeverie, në të në andë. Këto nuk më dhe më kom puna veqe 1.2 miliard dollarëve, as e dëve. Këtu ka me dalë dishka, vallahi zikur me pas përcjell për para, ose me i pas vazhgue. Dhe doli se këto 1.2 miliard dollar që i ka marrën, pas këshin qenë si dhurata e parë, deri sa të bëhet president. E tani, masi të bëhet president Ekrem Imamoglu, me janis me i pague të mira që ja kam bo, po jo me pages moni, po me ndarjen dhe shkatërimin e Turqisë. Ishte punuar në mënyrë shumë të thellë. Nejse miq, Izraeli, pse unë nxeh kështu? Shka problemi këto? Puna e SDF-s, puna e kurdve. Në qëtë marrëveshjen tripalshe, po mendoj në bisedimet tripalshe, Siri, Turqi, Marco Rubio, Amerikë, është fol se si të implementohet marrëveshja e 10 marsit midis kurdve të Siris dhe administratës së Damaskut. Të përshpejtohet kjo marrëveshje, të implementohet SDF-ja, HDP-ja, MDP-ja, PKK-ja, krejt që ka janë ata me MKK, TPK, kurde, terroriste në Siri, të dorëzojnë armët dhe të shkrihen, të integrohen në struktura ushtarake, zyrtare të Siris dhe të tjeret në për struktura tjera udhëheqëse. Izraeli është vendi i vetëm, a që dronë Amerika për masa jo nuk e di, vendi i vetëm që vazhdimisht e kanë nxit faktorin kurd në Siri që të mos lejoj shkrirjen edhe pse u detyrua që të pranon në nënshkrimin e marrëveshjes për shkrirjen e SDF-s e SGF-s në SDF-s. Tash ta them kështu tekstualisht në ushtrin e Turkisë, ushtrin e Siris. Bashkëpunimi i Turqisë me Shëbat rrit gjasat deri në një ëndër që mund të realizohet,
se procesi i shkrirjes së SDF-s, dënë të thëtë goditja që do t'i jepet Izraelit është parakusht për paqe në lindjen e mesme në Siri dhe sidomos në fuqizimin e Turqisë në rajon dhe gjithandej në botë. Andaj miq, ky bashkëpunim i Turqisë me SBA-n është vital për të dy vendet. Për SBA-n nga perspektiva e raporteve dhe konstelacioneve të marrëdhënieve ndërkombëtare që rrokin këtë globin, ndërsa nga perspektiva e Turqisë, fuqizimi i saj, që pasi ka arrit të jetë fuqia kryesore rajonale, ta shtrin ndikimin e vet edhe për te kufive rajonal. Prandaj, nuk është e çuditshme që Netanyahu më njëherë dje, pas ati takimit në shtëpinë e Bardhë, i jep do deklarata se ruajtja e entitetit kurd, si që është tani në Siri, është vital edhe për ne, dhe se ne nuk do të lejojmë që ushtria turke të jetë pjesë përbërëse e fuqive ushtarake paqëruese që do të vendosen në Gaza. Duke e përfunduar këtë video të santme. Mos thëm me dhjetra, por sigurisht mbi 10 po, shok e lexues kanë kërkuar prej meje mendimin tim se a thua Turqia a do të lejohet të jetë pjesë e ushtrisë shumëkombëshe në Gaza. A do të lejohet që qizmja e ushtarit turk të shkel sërish në tokën e shenjtë të Palestinës. Miq, po ju përgjigjem, e dini, e njohim njëri tjetrin. Parashikimet i kam të losum. Konspiracionet i urrej genetikisht, sepse mdoket se janë armik i jemi, armik i një jetë 40 vjeçare që e kam harxhu në mesin e librave. Konspiracionizmi është armiku më i madh i asaj që shkruhet, i analizës, i sintezës. Gjithmonë flet për të ardhmen, duke e ngacmu, duke lujt, duke e tradhtu kërshërinë dhe ambicien e njerëzit, sidomos të masave më pak të arsimume, se ka mendos që kjo, ka mendos që kjo, ka mendos që kjo, ka mendos të. Me javë marrë dhe me javë shkru e krejt, shka kanë thonë e shka thojnë të na këtu në Kosovë, ty dje marrë mi thonën merhababre në rrugë. Rang këto, lufto. Por, do me thonë, une nuk jap parashikime, i urrej konspiracionet, sepse mdoket po i tradhtoj këto 13.600 tituj të librave e 10.000 autor meq të jetës sime që i kam këto, e ndoshta edhe paq në për biblioteka e të abeja jem të biblioteka e ti që është edhe ajo paq madhështore, dhe me i besu edhe me dal me thonë se që kjo ka me ndodhë. Ata të cilët e japin fjalën përfundimtare se komu konë Turkia në Gaza janë paq naiv sa ata gënjeshtar që janë nisen me qit lajme e statuse e sene e mohabete se ushtria turke hyni në Gaza. Bile ranë në lajthitje edhe televizione shumë me pesh në Shqipëria, me tituj hini ushtria kënejka, as që bëhet fjalë. Unë mendimi jam, e përsëritja ato që e kam thonë përpara që ju ta dini mendimin tem në lidhje me atë se Turqia a do të hyjë ajo. Një, do të ishte fat i madh i lindjes së mesme dhe fat i ëndrave i palestinezëve që ushtari turk dhe flamuri turk të valvitet mbi godinat dhe bazat ushtarake
të Turqisë në Gaza. Fat do të ishte. Paqe do të kishte. Siç do të ishte një goditje shumë e madhe ndaj makinerisë vrastare të Netanyahut që nuk di të ndalur në masakrat dhe gjenocidet të cilat po i bën. Duke i ditë që të dyja, Netanyahu vazhdimisht insiston, deklaron se deri në fund kena me shkue dhe nuk kena me lejue ushtrin turke me hyje në Gaza. Prandaj vazhdimisht e ngacmon Turqinë në Siri, që ta bëj Turqien të frigohet për interesat e vete në Siri dhe mos të ketë kohë të mirët në Gaza. Por prandaj Turqia është duke bërë të pamundurën. Çdo gjë e ka fokusuar në këtë pikë që vetëm e vetëm të jetë pjesë e fuqive ushtarake paqërujse në Gaza. Prandaj Hakan Fidan e ai tjetri marrin pjesë në përmbledhje që diplomatikisht me protokolle janë të pamundur. Naton presidenti i Sirisë me Trumpin, ky knej me ato, minajt afër, mi kallëzu se Ahmed Eshar aty jam unë dhe ai është unë. Po, unë jam aje, ai është unë. Ne jemi një, Turqia ka interesat të mëdha. Andaj miq, mendimi im personal, i bazuar në analiza, apet po them, jo para gjykime e parashikime e Allahin na ruajt prej konspiracioneve. Nëse Turqia e ka fuqin të ndikoj në Donald Trump, ose nëse Donald Trump, administrata amerikane, shebat kanë aso interesa të thella, afatgjate, të ruajnë raportet me Turqinë, Turqia do të jetë pjesë, flamuri turk do të valoj në Gaza. Dhe kjo do të jetë edhe një shkëndim a shumë i yllit të presidentit turk Recep Tayyip Erdogan. Por, nëse nuk lejohet, shebat nuk paskëshin këso interesa prej Turqisë, apo i kanë dhuruar, premtuar diçka, me të cilën do të joshin Turqinë të heq dorë nga prezenca e saj në Gaza, unë mendoj se kjo do të jetë fitoria më e madhe e deri tanishme e Izraelit në lindjen e mesme dhe fillimi i zbehjes, i venitjes dhe i fikjes së yllit të presidentit turk Recep Tayyip Erdogan. Për të gjithë këtyre të cilat i shpjegova, përmenda emna, data, kontinente, tu mënume e përmbledh këtë temë, ndër më të rëndësishme që i kam shpjeguar deri më tani, për të gjithë këtyre them se prezenca turke në Gaza do të ketë një rëndësi jetike për palestinezët. Arabët e kanë rolin e tyre, kontributin e tyre, po Allahi i shpërbleft dhe i falt në të njëjtën kohë. Por garancia e vetme pas caktimit kaderit dhe kadas së Allahut e ekzistimit palestinez në Palestinë është vetëm dhe vetëm prezenca e ushtrisë turke në Gaza. Allahu ja pas të bo me nasip palestinezve, fillimisht lindjes së mesme, së dyti dhe gjithë botës në përgjithësi për ruajtjen e paqes dhe për kthimin e ujrave të lara me gjak në rrjedhat e tyre nëpërmes prezencës apo futjes së ushtrisë turke në Gaza. Inshallah e kemi nasip dhe e shohim këtë. Deri në një video të radhës, miropafshim.